Kemi një temë shumë interesante të dashur shikues në vazhdim. Flasim pak për analizat biokimike thelbësore për diagnostifikimin e sëmundjeve. Po ashtu do të flasim pak edhe për shërbimet në klinikën e biokimisë mjekësore. Për të diskutuar lidhur me këtë temë, në studion e Mirëmëngjesi Kosovë tashmë kemi të ftuar drejtorin e klinikës së biokimisë mjekësore, Dr. Shemsi Veseli. Mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhët, doktor. Juve stafit edhe teleshikuesve të RTK-s. Kënaqësi që flasim, sigurisht doktorin ka ardhur me një listë gjatë kështu të edhe të temave, edhe të dokumenteve, sigurisht gjithmonë i përgatitur. Pas ka përgjigje se dia ku me hyj asfalt bile. Po e një që sa flasim edhe jeni ka herë apo jo, edhe në institut tash edhe në këtë pozitë. Realisht po e diskutojmë edhe më herët edhe me këto që flasim edhe nga mjekët edhe nga drejtorët e klinikave, edhe nga përvojat të private personale, edhe të njerëzve që njohim ka vlerësime jashtëzakonisht e mira për punën që ju e bëni. Duket që tashmë ka edhe një gamë të gjerë shërbimesh që ofrohen edhe një kualitet të ofrimit të shërbimeve, kështu që jo rastisht janë këto shprehje. Realisht nga pikpamja juaj si e cilësoni punën që bëhet? Po, t'ju them të drejtën, keni të drejtë, domethënë se gjërsa para disa viteve, them ndoshta para 12 vjetëve, 15, mas shumë të realisht besueshmëria në analizat që janë kryer në Institutet e Biokimisë, atëherë se tash është klinik, ka qenë ndoshta dikun 60-65%, tash t'ju them të drejtën gjithë kolegët që janë domethënë klinicista, besimi është dikun mbi 95%, probabiliteti ndoshta shkon edhe më shumë dhe është një besueshmëri jashtëzakonisht shumë e madhe. Klinika e biokimisë si pjesë integrale që ndër klinikë universitare është domethënë një klinikë e cila është në shërbim të gjitha klinikave tjera. Dhe normalisht specializimi jonë që është një zakonisht shumë goxha i rënë, për shkak se do të njoftë gjitha domethënë grup moshat dhe gjitha llojet e sëmundjeve. Domethënë na i mbulojmë me ginekologji, me internistik, me kirurgji, domethënë gjitha sferat e kolegëve. Dhe normalisht sikur këtu tash që janë nga njerë skenarit që bëhet, edhe na jemi si prapavi se regjisor, për arsye se diagnostika gjithmonë ka rolin kyç dhe dikon mbi 80% duke bazuar në analizat që kryhen, rezultatet që japen, duke bazuar edhe në imazherinë të radiologjia, kolegët e ndërtojnë diagnozën. Domethënë, dhe pa neve, një farforme, ata s'mund ta bëjnë asnjë hap. Për arsye se na jemi ata të parë që zbulojmë, domethënë thjesht ndryshimet që bëhen, eventualisht që japim një udhë refyz, domethënë për kolegët për ta vënë diagnozën. Po jo tash vetëm për ta vënë diagnozën, por edhe për ta përcjellë sëmundjen, domethënë thjesht edhe shërimin e saj. Prandaj duke bazuar në këtë, numri domethënë është jashtëzakonisht i madh, kemi edhe figura politike në skenë, domethënë që ka pasë vinë për shembull zoti Veçet Pacolli ose zoti Përparim Rama ose dikujt tjetër për shembull që kanë ardhur për shembull Gjakun që e kanë prurë dhe gjithsesi i kanë kryer analizat dhe shpeshherë dikush që se kanë analizuar thonë domethënë çka po lypin këta që kanë para apo këtu. Po problematika është çështja domethënë se është besueshmëria. Po, kjo është domethënë esenca. Gjithsesi dhe unë po them shumë me përgjegjësi morale, duke mos e cënuar fare se nuk jam kundër privatit absolutisht, se janë kolegë tonë, por gjithsesi që konsideroj e ka për obligim, domethënë shteti, që gjithsesi institucionet publike janë të sforcuara në kuptimin në aspektin profesional se do të jap shërbimin qytetarit e vet. Prandaj edhe këtë kontekst, domethënë është mirë edhe më shumë u zhvillu sektori publik dhe madje aty konkurenca le të bën vetën se ku don qytetari me shku, do në shku në privat apo në publik. Mos po bëni shumë reklam, doktor, në kuptimin që shumë po e them pak si me shaka. Po tashmë ka me pas ndoshta një dyndje të njerëzve që dojnë me marrë shërbimet atje, po a keni ju kapacitete madje? Me siguri ka ndonjë protokoll. Them të drejtën se për këtë hapësirave kështu, pavarësisht që jemi pak ngushtë, në kuptimin asaj na ende për komoditetin ton tash në thojza kështu, na e kishëm prish atë komoditin tonë, vetëm pas edhe gamë shërbime dhe më të reja, domethënë aparatura të reja, kuptimin asaj se nuk është më rëndësi se a do të jemi tash në dhomë na ka 12 edhe 13, por është më rëndësi domethënë thjesht që të jetë shërbimi në raport se qytetari duhet në qendër të vëmendjes dhe normalisht që ka nevojë ende domethënë për shërbime të reja, nëse krahasohemi domethënë me rajonin, jemi ende dikun larg në kuptimin asaj sidomos të analizat genetikës molekulare dhe të biologjisë molekulare, të cilat duhet patjetër që të futen në sektorin publik, aq më shumë që tash domethënë thjesht edhe është proklamuar në aspektin zyrtar frytënimi artificial IVF për shembull që do të më përcjell me analiza. Për fat keq tash në qendër klinikë universitare bëhet vetëm nga aspekti gjenetik kariotipi, nuk bëhet ende fenotipi, gjenotipi e kësaj tjera që janë shumë të rëndësishme sidomos për planifikimet familjare dhe për sa të tjera. Kështu unë besoj që
në agjendën, domethënë atë ministrisë, kështu janë fjalë, domethënë që 2025 ky vit do të jetë pak më i përkushtueshëm në kuptimin asaj për klinikën e biokimisë dhe do të jetë thjesht edhe një furnizim ndoshta më mirë edhe pajisshmërisë, po në anën tjetër edhe në kuptimin asaj të stafit. Sa i përket stafit superior, domethënë mjekëve që janë specialistë, jemi dikon mbi 20 dhe mendoj se jemi kënaqshëm. Sa i përket stafit teknik, bachellar dhe këto që janë të mesme, realisht është një mungesë jashtëzakonisht shumë e madhe dhe shpesh herë për gjithë këtë punë voluminoze që e bëj, mas vështirëm vjen domethënë si drejtues i klinikës në raport me ta për arsye se janë jashtë standardit që do të më kanë, janë të ngarkuar për arsye se në standardet ndërkombëtare, domethënë sidomos te ISO 15189 ndërkombëtare që janë, një doktor do të më kanë domethënë i mbuluar me 2 teknik. Dhe në realitet ata nuk është më çaj numër, domethënë mund kanë aq më shumë tash që është një moshë pak më e shtyrë dhe tash ti si drejtuese kam për obligim me përcjell dhe veç si vjet domethënë dikon ja 5 më shkojnë në pension dhe kom llogarit domethënë brenda 4 vjetë eventualisht mund më shku gati 39 që shkojnë në pension se janë mbi moshën 60 vjeçare dhe kështu që konsideroj që është më së domosdoshme dhe imediate që të pranohet një numër relativisht më i madh domethënë të stafit sa i përket domethënë këtyre teknikëve të laboratorit. Kjo shumë mirë kur hulumtohet tregu edhe e din se si ndoshta studentët e mjekësisë në të ardhmen ku më orientu në mënyrë që me siguru edhe një vend pune. I përmend edhe aparaturat e reja, i pam disa nga pamjet që ishin atje te biokimia, nuk po duket keq, po duket mirë, po sa jemi në hap me kohën edhe me vendet e tjera ndoshta. Po, sa për këtë aparaturave tash që kemi realisht janë aparatura që të njëjta gjenden edhe në Shkup edhe gjiten në rajon. Domethënë sa për këtë analizave imunologjike, Roche, domethënë ka basi është i njoftën, është kompani gjigande, domethënë sa për këtë këtyre biokimike janë aparatura amerikane, që janë edhe tash kemi startuar dhe kapaciteti i tyre jashtëzakonisht është i madh, për arsye se brenda një ore janë në gjendje sidomos aparati i cili është ai më i madh, dikon janë 1400 gati parametra për një orë i kryen. Dhe realisht kur të fillojnë ato në funksion, na jemi në gjendje domethënë thjesht me mbulu ndoshta krejt spitalet e Kosovës, sikur tash të bëhet centralizimi i mirëfillt, që edhe është synim domethënë vizion, sidomos për analizat që janë specifike. Analizat sidomos të vitaminat, për shembull tumor marker, statusi hormonal, domethënë që janë edhe të shtrejt apo edhe që mund të më kryj smundjet autoimune, domethënë shumë disa analiza. Bile është më bëj që koha të futen domethënë të ne edhe të rastet smundje specifike, për shembull të sindromi Down, autizmi që kemi raste domethënë patjetër domethënë është imediate, domethënë që të bëhen edhe ato analiza që të shpëtohen domethënë thjesht edhe kur është pyetje planifikimet familjare, po edhe kur janë fëmija që kanë lind domethënë thjesht se do të më integrua ata, më kujdes dikush për ta, pavarësisht që ka një kost, është më së vërtet. Ato analiza por shoqëria jonë gjithsesi shteti ka përbërës në raport me ta domethënë thjesht të përkujdesme. Në fakt pse qytetari i Kosovës se zgjedh sistemin privat? Domethënë ju i keni këto shërbime për cilat po na tregoni, mirë po ende e dim që ka aq shumë laboratore në të gjitha qendrat e Kosovës dhe në secilin lagjet e Kosovës shet gjithandej laboratore. I bie që kanë shumë punë. Po pse shkojnë atje? Realisht të them të drejtën, këtu tash është çështje që duhet shteti pak me rregullu për shkak se realisht në shtetet që janë zhvilluara në bashkinë evropiane, laboratorët nuk mundën të kanë si kurrë. Domethënë që thonë mas shiu. Për arsye se është me një kilometrazh të caktuar, kemi diçka ekstremisht kështu, dhe janë shumë afër njëra tjetër, po, ndoshta një perimetër, ndoshta 10 metra katror, ndoshta i gjen 2-3 laboratore. Gjithat kanë punë. Kërkesat janë të mëdha, nevojat janë shumë të mëdha, smundjet të reja, domethënë thjesht që janë shkaktar të shumë, domethënë thjesht unë mendoj që shkaktari i luftë nuk kontestohet fare, domethënë thjesht që kanë ndikuar, domethënë thjesht në anën tjetër ushqimi që s'pedim as apo hajm as apo pim, për arsye se domethënë ne jemi dëshmitar të kohës kur lloj-lloj mishi domethënë pas skadencë me gjëra të tjera për punimin e tyre, domethënë pijet me lloj pH-je domethënë që ndryshon bile të fëmia kemi nga njerëz që vinë tash edhe kur përdorin shampone të ndryshme që bëhen në mënyrë domethënë private me pH domethënë shumë acidike, partina shkaktojnë domethënë thjesht skuqje ose lagë të vogla të fëmijës që janë shumë më ndihshëm. Mandej është rrezikshmëria e lartë në kuptimin edhe kancerit të lkurës në sapuna të ndryshme, detergjente të langë për shkak që bëhet domethënë jo të kontrollueshëm. Gjitha këto domethënë janë faktorë të smundjeve të reja, domethënë thjesht dhe në këtë kontekst domethënë numri i popullatës normal që është mas i smur dhe kërkon
nevojat veta. Kështu që sektori publik pak, do më thonë, këtu kanë faj, nuk jam i prirur me fajsu vetëm një subjekt politik, por kanë gjitha subjektet politike që janë Kosovë, do më thonë, sa e përket mjekësis. Pa tjetër, për arsye se shëndetësia o kondosh, do më thonë, thjesht jep një top, do më thonë, thjesht në agjend, për shkak se buxheti është shumë i limituar, dhe normalisht që tash në rastin tim, për shkak të profesionit tim, ndoshta investimi që do të ishte 10 milion, për shembull, shtetit kishme ja shpëtu dikon 30-40 milion. Për arsye se, domethënë, qytetari ka për obligim, si i smuri, si atyre i shëndoshi, domethënë t'i kryen analizat për me ditë një status gjendjes dhe është edhe edukat shëndetësore në kuptimin asaj që edhe nëse nuk je smur, bile spaku minimumi një herë në vit, ose është preferencë mbrana 2 herë mbrana vitit, të bëhet i bën analizat për shkak se edhe smundjet që po janë vrastare shumë të fshefta, ku po ka ndryshime, domethënë thjesht po janë, kur po zbulohen ato, po janë në një stad ndoshta të vonuar dhe po kemi shumë problematike në kuptimin e kurimit të pacientëve. Dhe është shumë e rëndësishme që ai zbulohet me kohë dhe në anën tjetër atëherë rezultati kish më qenë shumë i kënaqshëm, ose më thonë që ndoshta edhe kish më shumë të kanceri. Me ndërlidh me pyetjen e Agronit që tha se përse zgjedhin privatin, a mund të më qenë edhe qasja ndoshta më e lehtë? Po, të privatin, të thonë të drejten, edhe kjo është një farloj të quj, do më thonë thjesht në konsideroj ka një herë, kam një përshtypje, se me që jam kështu dhe i drejt për ka natyra, edhe nga njerë nështë ma shohin për të madhe, po unë nuk di ndryshe me folë, konsideroj që nga njerë është edhe politik bërja që është bërë, do më thonë thjesht për shkak aksioneve të ndryshme në institucionet të ndryshme private që kanë pas, do më thonë thjesht është ngulfat pak sektori publik. Jo them të drejtën, kështu e ka është një përshtypje ime. Apo na thoni që njerëzit e politikës kanë aksione në për... Patjetër, domethënë se në spitalet e mëdha që janë tash është e padiskutueshme, domethënë se nuk mundet me mbijetu në spital amerikan në jashtë qytetit, domethënë ose në laborator tjetër, për shembull, pa kon dikush domethënë thjesht mbrapa. Për shkak se realisht kërkesa nuk ka logjik, për shembull, me kon shteti më i dobët se sa një privat. Nuk ka logjik, domethënë thjesht. Dhe në këtë kontekst, për këtë arsye dhe për thëmë që sektori publik ishtë dash shumë më konë për para, dhe ishtë dash të fakt me konë se dhe është edhe logikshme. Për shembull, në rastin konkret, laboratori për shembull cili ishtë dash me konë tamam referues për gjitha vlera se na jemi dëshmitar të kohës, kur qytetarët të ankohen, thotë këtu më kanë dalë vlerat më ndryshe, këtu më ndryshe dhe krijon shqetësim. Nuk është lehtë për shembull për një femën që është atë zonë dhe tash dikun kur botë dhe nuk ka kalibrime, nuk ka kontrolla në kuptimin e sektorit privat, dhe delë shqeceri shumë i rritën, normal që është shqetësan. Dhe është shumë problem me rehabilitu mandje dhe kur të vjen për arsye se në aspektin shpirtëror shkak të ndam. Letë në kuptimin asaj, që në aspektin domethënë e smundjes. Dhe kur vjen te na dhe i dalin vlerat dhe vërtetohet që janë vlerat domethënë thjesht normale, për arsye se të them të drejtën, në Qendrën Klinike Universitare asnjë ditë, asnjë hap nuk e bëjmë pa bërë kalibrime dhe kontrolla. Është me ditë se ku jemi, që kur të fillojmë tamam me kont në vlerat të kufis normal. Ka kosta, është e vërtet që kushton. Dhe sektorin privat, realisht ata i kursin parat dhe ndoshta unë tash nuk e di po. Dhe po, patjetër që do të thonë kalibrime dhe kontrollet i bëjnë shumë arrall për me fitu. Mande nga njerë nuk përjashtot mësia që po flas në bazë konstatimeve të inspektoratit shëndetësor nga njerë që kanë zonë ndoshta edhe me reagentat që kanë qenë të skaduar, ndoshta që kanë punuar thjesht për mi krya të analizë. Pra thjesht është i mashtrimeve të vetës, të shkoni për një pasqyrë të qotë. Dhe ka pasë dhe raste që për fat keq kanë abuzuar dhe kanë përshkruar fakt analizat. Për fat keq ka pasë edhe këse raste dhe njëra për atyre ka qenë edhe këj rast i fundit që ka qenë si pas informacionet që kanë qenë kur fëtën të Avicena ose dikon tjetër, kur në më thonë ka qenë një person e ditë që këtu të Xhamia Llapi dikon pat përshkruar fakt par dritoni e ditë që ka qenë dhe dritona jetë, më zgabosha, dhe ka qenë, dhe më thonë, po, ka qenë një laborator që ma shumë është përshkruar se sa që ju kanë kryer analizat, dhe më thonë, dhe kësi manipulime është ka pas, dhe më thonë që duke I ka marrë testet dhe veç ka bërë përshkrim? Jo, e ka përshkruar në basë fizionomisë dhe gjendës që ka po ftyrës dhe po përbes po, se nuk ka, po ka mundësi për arsye se vitaminën D nuk ka kur farë mundësijet që të mbëllohet me një erë.
Me 1 euro? Po, 1 euro me kry vitaminën D. A shteti se bën atë po? Po, shteti s'mënët për arsye se nuk mënesh me pas bulueshmërinë. Domethënë absolutisht është kushton shumë ashtrejt. Domethënë thjesht. Bos në gjyrës lëkurës e ka? Edhe fytyrës se ka po. Ajo është vepër penale fakt, ajo është krim. Domethënë është krim, po në anën tjetër po domethënë, tash për fatkes numri inspektorëve ka qenë i vogël, ende është i vogël, dhe nuk mundet me kontrollu këto gjëra, por këto gjëra po them kanë ndodhur. Sa tema na i hapë doktor dhe shumë shumë të rëndësishme. Unë ju thash më herët, mos po i bëni shumë reklam institucionit, po e dim se thashë nuk e di, po besoj që më kuptua drejt. Kuptimi që tash ka shumë njerëz që thonë pse më shkon privat me dhon 100 euro për analiza, shkojnë publik paguaj shumë pak ose pensionistat fare për shembull edhe marr rezultate shumë të besueshme. Nga ana tjetër, nëse vijnë shumë a keni ju kapacitete, këtu e kishë. Po, realisht edhe son times ju japin edhe ambulanca. Ne jemi brenda ditës, ju them të drejtën, në tash diku ne kemi një mesatarë, domethënë që e përballon klinika biokimisë, dikon deri 6.000-7.000 analiza, domethënë që i kryjnë brenda 24 orëve. Dhe zakonisht kujdestaria është laboratori i qendrës emergjente, që është njësi varëse e Jonja, dhe laboratori qendror, domethënë që kujdestaron në kuadrat e klinikës së biokimisë. Dhe tash them të drejtën, veç ambulantor i kemi dikon mbi 120 gati çdo ditë. Pavarësisht që jemi mundu me kufizu nga njerë, po tash nevojat dhe kërkesat e tyre të mëdha, dhe aq më shumë që nuk mundesh me kufizu tash komuna Prishtinës mundet me pas një buxhet më të madh, po çka më bë aty për shembull si vjen i Malishevës ose vjen për shembull i Drenasit ose vjen diku tjetër ku vin ndoshta edhe çka është pak edhe një çështje që duhet thjesht pak me brejt ndërgjegja pak disa institucione parsore, për arsye se e sheh për shembull e brejt qytetarin për një pasyrë gjakut, për një sedimentacion, për që sende elementare që çdo është kryer në një laborator dikon ndoshta të fshatit, e lemat flas të qytetit. Por këtu është nga ndoshta shprehia punës e cila nuk është dhe ka humbur domethënë thjesht ose ikun i përvjedhën domethënë thjesht punës dhe ngarkohet centra klinike universitare domethënë thjesht pa nevojë. Arsye se na jemi shërbime tretësore dhe çdo është jenë domethënë thjesht shërbime të specifikura, domethënë thjesht që çdo është. Dhe në kontekst kësaj besoj që edhe ministria është duke punuar dhe besoj që do ta bën kështu ka qenë edhe fjala një memorandum të ri me parsorin, kuptimin asaj që kjo ka qenë për komunën e Prishtinës 2007, ka qenë më kujtohet si mirë, që ka qenë një memorandum ku parsorit do t'i kryjnë këto rutinore, çka kishte me qenë shumë mirë, për shkak se qytetarët kishin më orientuar te analizat që nuk janë specifike, për arsye se ato specifike normalisht që është pjesë e tretësorit, për arsye se tretësori nuk ka të bëjë vetëm me analiza, domethënë thjesht për me kry, po bën edhe ulumtime në aspektin shkencor dhe në anën tjetër thjesht, domethënë ka për obligim të nxjerr thjesht edhe instruksione dhe rekomandime të reja. Gjendje të popullatës pak a shumë apo. Patjetër. Doktor, faleminderit shumë që ishte sot mysafiri joni, vërtet ishte kënaqësi të bisedonim bashkë. Ka kishte kohë se për ndryshe plot tema që absolutisht kënaqësi dhe imi faleminderit që po na lëm mësim domethënë thjesht për me pasqyrë. Po shpresoj që shteti, Ministria e Shëndetësisë në radhë të parë vërtet më marr shumë më seriozisht, absolutisht tepër më seriozisht këto çështje që përmendë doktori.